Maqedonia e Veriut ka shënuar rënje në indeksin botror të lirisë së shtypit për vitin 2026. Në raportin e publikuar nga Reporterët pa kufinj, vendi gjendet në pozitën e 45 në botë, duke vazhduar trendin negativ nga vitet e fundit. Një vit më parë, në vitin 2025, Maqedonia e Veriut ishte në pozitën e 42 me rreth 70 pikë, ndërsa në vitin 2024 mbante pozitën e 36. Kjo tregon një rënje të vazhdueshme në renditje dhe një përkeqësim të perceptimit të lirisë së mediave në vend. Më 3 maj, kur edhe shënohet dita botërore e lirisë së mediave nga Bashkimi Evropian, thonë se mediat e lira dhe të pavarura janë themeli i çdo shoqërie demokratike dhe se gazetarët duhet të mbrohen në të gjitha rrethanat. Qeveria duhet të krijojë një kuadër të fortë ligjor për të mbrojtur gazetarët nga abuzimi me procese gjyqësore. Kufizimi i rrjeteve të korrespondentëve të huaj sot le vetëm më shumë hapësirë për përhapjen e informacionit të rrezikshëm dhe të paverifikuar. Në të njëjtën kohë, kanalet individuale që paraqiten si media përhapin lajme të rreme dhe përcjellin pikpamjet e autoriteteve, në vend që t'i mbajnë ato përgjegjëse. Si rezultat, qytetarët janë gjithnjë të ekspozuar ndaj propagandës dhe dezinformimit që maskohet si lajm. Sipas raportit të përgatitur nga Reporterët pa kufi, faktorët kryesor që ndikojnë në këtë rënje përfshin presionet politike ndaj mediave, dezinformimin, si dhe vështirësitë ekonomike me të cilat përballen gazetarët dhe redaksitë.